Bashkia e Selenicës tashmë ka një nga godinat më të mira dhe më dinjitoze të institucioneve të pushtetit vendor në Shqipëri. Një godinë që vetëm pak kohë më parë shërbente si shkollë nëntëvjeçare, sot është transformuar tërësisht në një hapësirë moderne, funksionale dhe komode në shërbim të administratës dhe qytetarëve. Me iniciativën e kryetarit të Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, administrata vendore ka hyrë në ambientet e reja të punës të përshtatura për funksionet e institucionit. Hapësirat janë organizuar në mënyrë që punonjësit të kenë kushte më të mira pune, ndërsa qytetarët të marrin shërbimet në një ambient më të përshtatshëm dhe më dinjitoz. Një godinë që siç duket edhe gjatë një vëzhgimi të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, tashmë mban erë institucioni me ambiente të rregulluara, zyra të përshtatura dhe një organizim që jep një tjetër pamje administratës vendore. Televizioni 6+1 Vlora realizoi një vëzhgim këtë të premte në ambientet e reja të Bashkisë së Selenicës, ku u pritëm në zyrën e kryebashkiakut Nertil Bellaj. Transformimi i godinës është një prej investimeve që synon të rikthejë dinjitetin e institucionit që të krijojë një standard më të mirë për administratën vendore. Kjo ndërtesë nuk është thjesht një godinë e re për zyrat e administratës, ajo përfaqëson edhe një ndryshim në mënyrën se si perceptohet institucioni vendor dhe raporti i tij me qytetarët. Nga një godinë e vjetër dhe as pak dinjitoze, Bashkia e Selenicës tashmë ka një hapësirë që i përshtatet më mirë funksionit që kryen. Në fokus është edhe përmirësimi i kushteve të punës për administratën. Punonjësit e bashkisë tashmë kanë ambiente më të mira, më të organizuara dhe më funksionale, çka synon të ndikojë edhe në rritjen e eficiencës dhe cilësisë së shërbimeve që ofrojnë për komunitetin. Ndërkohë qytetarët që paraqiten në bashki për shërbime administrative kanë një ambient më të përshtatshëm, ku mund të orientohen dhe të marrin shërbimet që u nevojiten. Një administrat pranë qytetarit, por edhe një institucion që ofron kushte dinjitoze për stafin e tij, është pjesë të një modeli më modern të qeverisjes vendore. Investimi në godinën e bashkisë vjen në një periudhë ku Bashkia e Selenicës ka në fokus edhe një seri investimesh të tjera në territor, si në qytetin e Selenicës, ashtu edhe në njësitë administrative dhe fshatrat që janë pjesë e saj. Qëllimi është që zhvillimi të mos mbetet vetëm në qendër të bashkisë, por të shtrihet në të gjithë territorin, duke përmirësuar infrastrukturën, shërbimet dhe kushtet e jetesës për banorët. Pikërisht ky vizion për zhvillimin e territorit është edhe një prej argumenteve që lidhet me debatin për të ardhmen administrative të Selenicës. Investimet në institucion, në qytet dhe në fshatrat përdoren si dëshmi se Bashkia e Selenicës ka kapacitetin dhe vullnetin për të vijuar të funksionojë si njësi më vete dhe jo të bashkohet me Bashkinë e Vlorës. Sipas kësaj qasjeje, Selenica duhet të ketë mundësinë të ndërtojë dhe zhvillojë shtëpinë e saj, duke ruajtur dinjitetin e saj administrativ dhe duke investuar në funksion të drejtë për drejtë të komunitetit. Godina e re e bashkisë është pikërisht një shembull i kësaj filozofie. Një institucion vendor me ambiente moderne, administrat me kushte më të mira pune dhe qytetarë që priten në një hapësirë më dinjitoze. Nga një godinë e vjetër e cila nuk i përgjigjej më nevojave të një institucioni bashkëkohor, Selenica tashmë ka një bashki që synon të jetë më pranë qytetarëve dhe më funksionale në shërbimet që ofron. Një investim që përtej tullave dhe mureve të kësaj godine synon të përcjellë edhe një mesazh. Zhvillimi i një bashkie nis edhe nga mënyra se si ajo ndërton institucionin e saj, krijon kushtet për administratën dhe u shërben qytetarëve.